kthyer aty ku ka qenë nuk rikthehet. Bën për dy rroga thua vetëm? Po ashtu po fundoi. Sepse ai nuk po i bën kashillok, po ku po i bën kashillok, po i bën kashillok Edi Ramës dhe partisë. Ata e shkarkuan, u mor vendim në asamble. Pjesa më e madhe që ka ata e burgosën. Po ta varim se mund ta mendoj ashtu dhe ajo. Mund thashë dihet. Ekzekutim politik. Po mirë tani unë e kuptoj për çfarë. Ekzekutim politik mund të informat ndryshe. Si pasojë shkarku. Si pasojë këtij ekzekutim. Unë thash, mos fol me fjalë, mos u nis me seanca. Jo. Patjetër, që proces. Po unë po doni juve ju jap dhe hallkat e procesit si ndodhi. Po jemi më çfarë? Se ishin shumë thjeshta. Po të shihni juve u bën zgjedhjet 23-shin. Po. Dhe direkt në ngushtë 23-shit i hoqën trurin Erion Veliajt. Ja morën Armërznikun, e çun ministër pushtetit vendor. Po. Në dhjetor i hoqën Taulan Tushën, krahun e djathtë. Ja hoqi drejtësia. Dakor, ne s'po them kush. Ja hoqën. Më pas në mars i hoqën gjymtyrët e tjera, drejtorët e tjerë, bashkëpunëtorët e tjerë. Pra drejtësia. Dikun prill pastaj, prit tash se këtu s'është drejtësia, Edi Rama shkarkon zotin Balla nga kryetar i KLP-s. Para dite, dhe mbas dite nis hetimi pasuror për cilin sot është Erion Veliaj brenda. Direkt, para dite mbas dite. Çfarë lidhje ka me Alfred Balla? Dakor, po. Jo, unë nuk e di. Thoni ju, unë po ju them disa fakte. Ndjes, unë po rendis fakte. Unë kam për detyrë të shoh fakte. Kontrollojeni. Po mirë, pse se hapit të unë bëra një pyetje na Ndjes, edhe një herë. S'ka lidhje. Thoni ju. Jo, po të pyes. Unë po rendis fakte. Edhe unë besoj timeline-it. Unë po rendis fakte. Në atë datë u zu edhe Elon Musk me Donald Trump. Për shkakun e Erion Veliajt, patjetër. Për akord, e kupton? Patjetër. Tash ky është fakt. Para dite ky mbaroi u shkarku, çon si ka, mbas dite i nis hetimi pasuror Erion Veliajt. Pra ai që erdhi ishte më direkt gjëja parë që bëri ishte. Pra ti po thuaj që KLP-ja po pengonte prokurorët e SPAK-ut e tonë Erion Veliajt. Unë thash asgjë, unë thash kjo ndodhi mbjes, kjo ndodhi mbas dite. Pastaj fillon me ju heq kompetencat bashkisë një nga një. Lejet e ndërtimit u kujtuan dhjetor u kujtu Edi Rama që ekziston aeroporti Rinasit atje dhe 15 kilometra nga rrezja nga aeroporti Rinasit do qesin VKM, se ma e me numrin fikë, po mos ka po 721, mu ta kem dhe gabim numrin, por është në dhjetor, e cila nuk lejon të ndërtosh të jepësh leje ndërtim në një rrezë 15 kilometra, po s'ka dhënë leje fillimisht KKT-uja. Dakor? Sepse Rinasi sot erdhe, avionët sot fillun me ullë në Tiranë, dhe 15 kilometra larg, tash po të kesh nevojë me ndërtu në i Godin Vockël, duhet marrësh leje përpara këtu se pengon aeroportin e Rinasi që është 15 kilometra larg, aeroplanët e kupton ku jemi neve. Tash ti element sigurie të jatës. Po patjetër. Qendra Tiranës nga aeroporti i Rinasit, pra Godina Bashkisë Tiranë, në linja rrore është 11 kilometra i gjysmë. 15 kilometra, llogaritë ke shku, ma ta sa u. Pra ishte një vendim që projekte zyrën e Erion Veliajt. Ore fillon Unë po marr 1, 2, unë po marr gjithë faktet. Patjetër Rama i ka bërë. Atë tha Sokoli, pa e thënë Ali Mehmeti fare. Po unë po ju rendis faktet. Po e mbron PD-ja Veliaj. Dhe ai po e trajton si viktimë të Ramës. Dhe unë po të them, u ekzekutua politik. Jo, s'po e mbrojnë. Erion Veliaj kam dashur shkarkohet ditën e parë të mundshme. Dhe do ishte shkarku, nëse 2019. Ndjes, 2019 po të ishte PD-ja mbrapa. Nëse 2019 do kishte hyrë PD-ja brenda, do qynë atë mandat do ishte shkarkuar Erion Veliaj. Se këto për të njëjtat çështje është shkarku, se nuk është shkarku për një gjë tjetër. S'ka më si gjë. Unë po them që VKM-t e incineratorëve ka qitë Edi Rama. Dakor? Se VKM janë ato. Ka vjedh dhe ky, ka qenë organizat, ka bërë ky skema pa fund, absolutisht, po ka një diçka që ne duhet kemi parasysh. Prandaj unë jam interesuar shumë për këto pikat çështje kushtetuese. Nuk më intereson. Paratë e incineratorëve vazhdojnë vidhen. Ikin, parat tona publike vazhdojnë vidhen sot. Çfarë ndodhi? Ja do vi një tjetër, ishte ky, s'ishte ky. Ato vazhdojnë vidhen. Ka ndru dora që i vjedh, ka ardhur një dorë tjetër që i vjedh. Problemi është që çështjet madhore. Paret tona, vend që të shkojnë investime, të shkojnë vjedhje, gjitha gjërash që nuk ekzistojnë. Dhe ky është realiteti jonë. Këtë problem kemi neve. Unë kam thonë se unë i kam nga buxhetet zyrtare, nga raportet zyrtare të bashkisë. 7 mujorin e parë këtij viti, pra janar korrik, është realizuar vetëm 14% e shpenzimit për investime. Erion Veliaj në burg, parimi nuk ka hetë se ky është në burg e merr. Kanë frikë me firmos. 24 Erion Veliaj nuk ishte në burg, dhe nga janari në fund korrikut, pra të njëjtët 7 muaj, është realizuar 17%. Me Erion Veliaj 17%, pa Erion Veliaj 14% realizohet. Po 86% ose 83%. Kush ka? Frikë, pra kanë dhe frikë se. Kanë frikë.
5 drejtora në burg, kryetari në burg. Miku im, janë investimet pra, që ka thonë do bëj këto investime, do rregulloj këto shkolla, këto parqe, ku di unë, këto ujnë e pishëm, na i merë taksat për shkak të investimeve që do bësh. Dakor? Atëherë mos na merr lekët. Mos na i merr këto taksat. Vetëm këtu dalim të pra, ndaç me Erion Velie, modeli ka qenë vjedhja paras publike, e cila ka qenë bërë mundur përmes Këshillit Bashkiak. Që nuk bën asgjë për t'i ndalur këto. Unë mendoj, ju i përmendet. Dhe që i bën, që i ka bërë në bashkërendim me Edi Ramën, i ka bërë në bashkërendim me Edi Ramën. Dhe tani po shtoj një koment timin. Një mendim. Ky është mendim tash. Mund të jemi mendim politik, është drejta ime ta jap. Asgjë s'do e kishte gjetur Erion Velien, në qoftë se ky nuk do kishte rreziku vendin e Edi Ramës. Se në perceptimi, ai nuk e tha kur me gojën e vet, po perceptimi ishte që ky do ishte pasardhës, do izite vendin, do i kryeministri i ardhshëm, do i liheçën si ka folja, po. Nëse ka dash t'ia zer vendin, pastaj është trem Ramës. Ta flasim këto, si ka qenë. Por ky, dhe kjo mua më dhem shumë. E di pse më dhem shumë? Sepse Tirana, qyteti dhe qytetarët që jetojnë, se jetojnë dhe shumë vetë që nuk votojmë Tiranën, jetoj gjithë Shqipënia në Tiranë, e vunë këtë problem historikisht, se gjithmonë vjen kryetar bashki që do ta përdori këtë si shkallë, t'i vej common sipër, ta përdori si levë politike për t'u bë kryeminist apo kryetar partie. Nuk i ndodh kjo Durrësit, nuk i ndodh kjo Elbasanit, nuk i ndodh kjo Krujës, Shkodrës, Vlorës, Korçë, Tiranës i ndodh kjo. Dhe më vjen keq, unë jam i revoltuar për këtë. Jo mirë, shumë mirë që do rimar një administrator Tiranën. Do një dalë. Po mirë, unë qytetar mbetëm, se s'ma heq drejtën qytetarit i mu. Unë të do qytetar më doktor. Po jo më i nesër, ore s'jam fare në politikë. Prapë më revolton mu kjo pjesë. Sepse këta nuk vinë me mendimin me menaxhu Tiranë, këta vinë me mendimin se të kap kryeministrinë. Atë jap një perspektivë pak më ndryshe nga të ngjash. Po do si PS, po PS-ja ka pas më shumë dhe ka përdorur më shumë. Jo, PS-ja ka pas raste me zotin Basha njëta gjë, i njëjti parim ka qenë. Pra, dhe kjo mund vëm. Me zotin Velia është patën versionin dramatik. Kurse me zotin Basha patën versionin komik. Mund t'jap një perspektivë shkurt, po me që ishin një zgjatim kjo që u tha. Jo, pa problem. Unë shoh që Rama i ka prerë në besë Partinë Demokratike. Dukesh se sikur kishte një marrëveshje mes doktorit dhe Ramës, që doktori dhe këta kishin një daulle kujt t'i binin, që ishte Veliaj, dhe këta kishin atë kaos, kishin atë synim, vazhdojnë i binin, ndërkohë që Rama vazhdonte lojën e vet. I kalon pa kaos, thotë Rama. Dhe sot që flasim, jo vetëm që i kalon pa kaos, po i ka gjetë dhe një moment, siç e shpjegon shumë mirë Ali Mehmeti. Pra, këta sulmojnë Ramën që nuk shkon dot, është bllokuar nga qeveria amerikane, më thash, ndërkohë që ju ishit në New York, ministrja për punët e jashtme takon Rubion, takon Grenellin, takon dhe ty që bën intervistën ekskluzive, dhe atje vazhdon ecën ajo karvani drejt gjërave që ai ka si synim, nga ana tjetër i ka fut një sherr takte. Po, këto takonte dhe Erion Velie. Ka një betejë. Takonte dhe Erion Velie këto. Ka një betejë, mirë, po ju po thoni të kundërtën pra. Ç'të kundërt? Ka një betejë tani juridike me Erion Velie. Dhe ka një betejë politike me ta. Si uroj burgun ajo që mua ajo që unë nuk kuptoj Sokol, dhe këtë mund na e shpjegosh ti më mirë se unë paktën, është ç'është kjo pashpirtësi e Edi Ramës, kjo një lloj manjakrie për të mos patur mëshirë në kërbaçin që i jep kundërshtarit politik. Pra, unë them që mund ta lindte Sali Berishën të jepte kohë deri në 2027. Këtë marrëveshje e prishi ai, i la pa kaos, i gjeti gafil, i gjeti pa kandidatë e mirë nuk kandidojnë se janë strukturalisht të dërmuar, dhe i ka vënë me shpatulla pas murit. Unë nuk ta jap dot përgjigjen, por unë ditë lexoj shifrat. 2023 me Erion Veliaj në full force, diferenca midis tij dhe Kliçit 57.000 vota. Në 11 maj me Erion Veliaj në burg, diferenca shkon 59.000 vota. Dhe paradoksalisht në Tiranë, dy njerëzit më të votuar vinë nga lista e Partisë Demokratike. Unë mendoj që mesazhi shqiptarëve është i qartë, kush dojë ta lexoj, kush dojë ta kuptoj, mos ta kuptoj. Po unë mendoj që në çdo rast do që shkoj koha është favor të Ilir Ali Mehmeti. Ilir, faleminderit që keni qenë në program. Flogert, shumë faleminderit Mesida, nejsi gjithmonë. Ristori kthehej nesër në orën 8. Deri atëherë nga Sokol Balla, natën mirë. Erion Velie u ekzekutua politikisht nga Edi Rama. Kjo është e qartë. Tashti neve duhet ta shfrytëzojmë këtë moment absolutisht.
kandidati tani përballë Gerta Maraseliut mund të jetë një nga liga e dytë, i cili në CV-n e tij do